Për herë të parë në Berat është ndërtuar një muze me veshje popullore shqiptare. Këtu ndodhen mbi 500 kostume të ndryshme, të bëra të gjitha në mënyrë artizanale. Ato janë të qëndisura dhe të krijuara nga duart e një gruaje, e cila punën e dorës e ka mjet jetese. Tefta Prifti Qose ka arritur të realizojë ëndrrën e saj, të ndërtojë këtë muze për brezat e ardhshëm, por edhe për turistët që vinë në Berat. Ajo është rritur në një familje me 11 fëmijë, ku nëna dhe motrat e saj i kanë mësuar të bëjë çdo punë dore që për të tjerët ishte e pamundur. Pasioni i saj ka sjellë shndrimin e mjediseve të shtëpisë në një ekspozitë të gjallë të traditës myzeqare. Aty punosh të zgjahu, aty punosh makina qepse, aty bëheshin paja, aty bëheshin qelimat për paja, aty bëheshin veshjet popullore, gjitha këto dhe duke rritur në një familje me një ambient të tillë, detyrimisht ajo të hynë në gjak, mëson vetë-vetiu. Jo vetëm unë, po dhe motrat e mia, për shembull, ato kanë bërë të zgjahu. Ja, këto janë punimet e motrave të mia para 80 vjetësh. Ky qelim është i pajisë time. Çelja e një muzeu për veshjet popullore të punuara me dorë është një akt dashurie për rrënjët familjare. Ndryshe nga muzetë të tjerë, këtu mund të shohësh vetë procesin e punës. Këto zonja shpesh punojnë në grep, makinë qepse apo të zgja dhe mund t'i shohin vizitorët. Kjo është podheska, i theshëm në gjuhën popullore. Lidhësh leshi këtu dhe vijej në brez e dridhej. Dridhej kishte dy mënyra dridhej. Kishte në bosht, ky quhet boshti, që dridhet në këtë formë. Kemi dhe ky është druga, ky është e druga, se gatrova, dhe ky është boshti. Ky është boshti. Që për dridhin kam dredhur jashtë mase këtë tilla, trikët e mia vetë i beja, i dridhja me këtë. Nga këtu e mira çoja dritja këtu, dhe që prodhosh lenda e parë për të zgjahu. Edhe këto veshje popullore kanë historinë e tyre, tregojnë një status social dhe krajinën që vijnë. Aristokracia Berate ka pëlqyer shumë qëndisjet me temina dhe me ruaza, edhe unë jam përqendruar aty që veshjet e mia popullore të kenë sa më shumë temina dhe ruaza, si në rastin konkret. Këto janë ruaza, këto janë temina. Ky është një ndër kostumet? Ky është një ndër kostumet, ka dhe fustanin poshtë, që vishet. Dhe këto varen nga vlerat, dhe nga vlera e punës, se sa nga vlera që transmeton një gjë të kaluar, një gjë që nuk kemi parë shpesh. Dhe kur këto dalin të punuara, ja kjo për shembull, kjo është sako me sahat, thonë. Është e traditës Beratit, sako me sahat. Është model shumë i vjetër dhe unë jam përpjekur që ta bëj sa më origjinal. Dhe kjo pothuajse është 100% e realizuar. Çdo gjilpër e kaluar në pëlhur mban me vete një teknik që rrezikon të zhduket në epokën e prodhimit masiv. Tefta ka mbledhur rreth vetes gra të tjera pensioniste, të cilat ashtu si ajo, punën e dorës jo vetëm din ta bëjnë mirë, por nga duart e tyre krijohet arti shqiptar. Sa kohë punon për të nxjerrë dhe për të përfunduar një punë të tillë? Po kjo do për shembull do një muaj do. Se punoj dhe çikavash, do kujdes të madh, e kupton ti që atë gjë që ta bëj ta nxjerr tamam, jo të më shitet. Unë e kam punuar gjë e vogël shumë, kam filluar gjë në klasë 6, me biza, me qëndisje, triko, çarape, kam bërë shumë me mama. Një kostum popullor i punuar me dorë kërkon muaj, nganjëherë vite pune intensive. Tefta tregon me durim se ajo ka arritur të krijojë veshjen më të shtrenjtë dhe me më shumë element qëndestarie në muzeun e saj. Se si bëhen këto krijime, vizitorët i shohin të gjitha në këtë vend. Në përgjithësi vendasit, por dhe emigrantët, se nuk mund t'i përjashtosh. Janë shumë të apasionuar mbas veshjeve popullore. Para ca kohësh besh ndeshja që u bën në Angli, që fituam ne. U veshën, erdhën këtu, morën veshjet e mia dhe u veshën në Angli dhe u kënaqë kur i pash në televizor, që ishte veshur me rrobat e mia. Është kënaqësi kur shikon domethënë duart e tua, punën tënde që dikush e pëlqen. Dhe është hapur në masë të madhe pëlqimi i veshjeve popullore, në përdasmat i marrin për kërcyer. Kam edhe të huaj, është bërë një dasëm me gjerman, me vajzë shqiptare martuar, erdhën morën rrobat e këne. Të zgjahu që shërben për prodhimin e pëlhurës bazë për çdo punim dore është i ekspozuar në muze. Gjithashtu punime të bëra me gjilpëra,
me motive lulesh apo figura gjeometrike, punime me telari dhe argjëndi që kërkojnë saktësi kirurgjikale u tregohen vizitorëve në këtë muze. Unë punoj mbi 10 orë në ditë. Mos them dhe më shumë. Masi mbaroj punën këtu tek atelja ime që vizatoj presë që ndis aty, bëj gati punën për të marrë qendisaret në shtëpia, se kam shumë qendisare që i kam në shtëpia. Pasi mbaroj punën, domethënë 8 orë deri në 10 orë këtu poshtë, njitem lart në shtëpi. Unë asnjëherë nuk shikoj televizor. Unë dëgjoj të gjitha emisionet, po të shikoj jo se unë bëj këto. Që ti ke në punën e dorës. I kam këto. Ka raste më rrëmben ndonjëherë rutina deri në 12 natës. Ndërtimi i një muzeu me veshje popullore është frymëzuar nga një punë që nis nga koha e pas luftës. Ka vazhduar në periudhën e emigracionit masiv pas viteve 90 për të përmbyllur në 2026, kur familja Qosja ka arritur të grumbullojë të gjitha krimet artistike ndërbreza. Sa modele me veshje popullore ke të ekspozuara në muze? Një numër shumë të konsiderueshëm. Me modesti mund të them mbi 500 sot. Të kujt trevave? Të gjitha trevave përveç xhubletës. Të ndërtosh jetën brenda një shtëpie muze është rrallë dhe për bashkëshortin e teftës, kjo është një tjetër botë. Të jetosh në shtëpi muze me veshje popullore, kur hyn brenda, hyn një botë tjetër. Nuk është ajo botë që shikojmë në përgjithësi jashtë, po është një luks. Është një luks me kostume popullore. Edhe kur hyn këtu të duket se nuk je në tjetër botë. Çifti që ka ndërtuar muzeun është myzeqar. Tefta është nga Fieri, bashkëshorti i saj nga Lushnja, ndërsa Berati i bashkoi në punë e në martesë. Sot muzeu i veshjeve popullore i besohet kësaj gruaje, e cila kurrë nuk pranon të dalë në pension. Ajo do të jetë rrëfyesja e çdo turisti që do të vinë në këto ambiente, sepse, më mirë se Tefta, askush nuk di të shpjegojë historinë e kostumeve popullore. Sot për sot Anila, kompetente për të janë vetëm unë. Nuk e bën dot njëri rrëfimin dhe tregimin, siç e bëjmë që e ndjej, se unë jetoj këtë punë. Unë e vuaj në shpirt, kur një punë nuk bëhet mirë, unë e vuaj. Unë gjithmonë i dua gjatë të dalin sa më bukur dhe nuk e bën një tjetër. Por ky është një muze që do ngelet, besoj shumë vite. Ky është qëllimi jam. Me vullnet të hekurt, kjo grua është e vetmja në Shqipëri që di të bëjë takinë myzeqare me dorë, ashtu siç e ka trashëguar teknikën 100 vite më parë. Për momentin, sekretin nuk e tregon, por ka besim vetëm tek vajza e saj, të cilës i ka mësuar shumë nga sekretet e punës së dorës. Dhe takia nuk është e lehtë për të bërë Anila. Ka sekrete e saj, ka shumë sekrete. Dhe ajo që më bën përshtypje ka të bëjë është e lidhur dhe me gunën me rreket të myzeqes. 13 radhë ka karrige, 13 radhë ka edhe rreket, badaj ka edhe guna me rreket ato që vezbesin këtu janë rreket e saj. Dhe kanë lidhje domethënë takia myzeqare me gunën myzeqare. Ti ja ke dalë edhe ta provosh. Unë kam jam e vetmja në Shqipëri. Sot për sot, jam e vetmja në Shqipëri që provoj takia myzeqare. Ky lloj muzeu tregon se pasioni nuk njeh moshë dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore ka mbetur në duart e individëve me vullnet të hekurt. Muzeu shërben si një shkollë për breza të rinj, ku të shohësh një këmishë të punuar me material pambuku apo lesh natyral, është një leksion mbi qëndrueshmërinë dhe estetikën e vërtetë. Jemi lidhur dhe me Ministrinë e Kulturës, me Muzeun Historik Kombëtar, që muzeu im të hyjë në asetet shtetërore, të njihet dhe nga turistët dhe për kujdes turistike. Për këtë po punojmë, po bëjmë dosjen. Gratë që kanë qëndisur çdo motiv tregojnë historinë e një krajine. Ky muze është një ndalesë për çdo që viziton Beratin dhe kërkon të shohë qytetin përtej mureve të Kalas.